Me grëmisjen e diktaturës të motivuar nga liria e rifituar, bashkëdhetarët u drejtuan në kërkim të botës së ndërruar prej kuadrit të ekranit të televizorit për të siguruar mirëqenien e munguar. Ikjet qenë të përmasave teje të mëdha, aq sa kjo ndodhi u konsiderua si analoge me eksodin biblik. Më 8 gusht 1991, mira shqiptar u nisën nga porti i Durrësit drejt barit me anijen e mallrave vlora, të posakthyera nga Kuba me një ngarkesë kallam sheqeri. Bordi i anijes u mbush me burra, gra dhe fëmijë që prisnin për të mësuar drejtimin e fatit të tyre midis dy brigjeve të detit Adriatik. Njerëzit vareshin ku të mundeshin deri tek shtiza e flamurit shqiptar. Destinacioni i tyre i parë ishte qyteti i Brindizit, ndërsa më pas ju drejtuan barit. Për shumicën, qëndrimi atje nuk zgjati shumë. Brenda 2 javësh u riadresuan rreth 17.400 shtetas shqiptar, ndërsa në Itali mbetën rreth 1.500 që kishin kërkuar strehim politik.